Përshëndetje perëndeshat e mi, përshëndetje kudo që ju kanë anëtar. Përshëndetje çuna. Përshëndetje zemrat e mia, ju që jeni në Angli sidomos. Ju uroj një fillim jave, sepse ky parashikim është për tërë javën. Të shohim se çfarë do sjell letra e javës për ju. Kudo që t'jeni, ju uroj netarua nga Amerika deri në Shqipëri, nga Saranda për në Shkodër, nga Kosova për Maqedoni, nga Italia, Greqi dhe Gjermani. Kudo që jeni dhe ju në gjithë botën, në gjithë globin toksor, uroj që kjo javë të jetë sa më e mbar për ju. Vazhdojmë me letrën e javës. Letra e javës për ju. Këtë javë disa nga ju po ndryshojnë në mënyrë më të dukshëm, më të mirë të jetës së tyre. Universi po të hap një derë shumë të madhe dhe shikoj që këtu je duke zhvendosur energjinë dhe po vendos mundësi të reja në jetën tënde. Shikoj që po pret disa informacione, disa gjëra të reja për veten tënde dhe me sa shikoj këtu, po vjen diçka ditën e nesërme dhe të pasnesërme, domethënë e martë dhe e mërkurë. Është një detyrë që të bën të ndihesh pak e shqetësuar ose është një problem që të shqetëson pak, por mos u bë merak, sepse është diçka që do të qetësoj dhe do të lehtësoj gjithë barrin që ke aktualisht në jetën tënde. Në këtë letër shikoj që ju kërkoni një mesazh ose një email që po ofron nga universi, nga personat, nga lajmet që jeni duke pritur nga personat, ose një sqarim çuditërisht nga një person që keni pasur një situatë në të shkuarën, edhe është një situatë specifike në jetën tuaj, që ti do që ta zgjidhësh këtë situatë, ta mbyllësh këtë situatë dhe të fillosh të ecësh përpara. Me sa shikoj, disa nga ju do kenë fitime të vogla këtë javë, siç janë zbritjet, kursimet e papritura, diçka që dëshiron të vjetë në dispozicionin tënd. Këtu shikojmë që ka një shans të mirë për të fituar, pak më shumë, pak më pak, gjithsesi shikoj që kjo javë ka diçka pozitive. Kjo javë për disa nga ju është në përputhje me rezultatet e famshme që keni kërkuar, por po hyn ose në sakt po hap një dritare të re në jetën tënde, ku gjërat tani tutje do fillojnë të lëvizin, të eci përpara, të fillojnë sipas asaj që ti ke dëshiruar, dëshirës tënde, domethënë. Disa nga ju duhet të presim pak një moment këtë javë, mos u nxitoni, mos u ndjej veten tënde sikur kjo javë është pozitive, e ndjej pozitivitetin, ka energji pozitive dhe të nxitosh, sepse është një sens dëshire që të shtyn, por për mendimin tim gjithmonë prit një moment që në këtë javë të ndihesh akoma me fat, të ndihesh akoma me energji pozitive, sepse energjia pozitive dhe fati është në anën tënde. Disa nga ju kanë një shqetësim dhe ky shqetësim që shikoj këtë javë